që bazohet në vlerat më themelore të vendimmarrjes demokratike, në dallim nga partia e krimit, në dallim nga organizata kriminale që udhëhiqet nga vrasës, nga trafikant, nga plaçkitës, nga antishqiptar të vërtet, e cila nga viti 2009 deri sot nuk njeh, nuk din se ç'do të thot më vot. E tëra e shtruar në funksion të një njeriu të cilit për të mos prishur gojën, por i shkon çdo epitet i merituar, të një njeriu që ka shtruar atë parti në një lesk të vetën, të një njeriu që ka shtruar atë parti, ajo parti ka lindur në krim, është ushqyer me krim dhe sot është kriminele në jo vetëm në gen, por dhe në rrytarin e saj ndaj qytetarëve shqiptar dhe rrytarin e saj ndaj Shqipërisë. Por kemi thirrë këtë mbledhje me ju me një agjendë për një çështje jashtëzakonisht rëndësishme. Dhe kjo çështje është protesta e datës 8 maj. Protesta e datës 8 maj ka të bëjë me dy çështje themelore të narkoregjimit të sotëm, ka të bëjë gjithnjë me farsën e tij elektorale dhe ka të bëjë gjithnjë me vjedhje dhe mbrojtjen e vjedhjeve nga ana e tij. Të nderuar drejtues politik të qarqeve, drejtues politik të Partisë Demokratike të Qarqeve, kryetar të degëve, për secilin prej jush, për çdo drejtues të Partisë Demokratike, çdo antar dhe antar të saj, duhet të jetë e qartë si drita e diellit, se me vendimet që mori për Lubi Ballukun, me përdorimin e 81 mandateve në mburojtje të saj, Edi Rama është bërë më rrezikshëm se kurrë për këtë vend. Me vendimin që Edi Rama mori për të mbrojtur veten e tij në dosjen Balluku dhe Ballukun, doli para shqiptarëve dhe botës si njeriu që tashmë ka në duart e tij çdo pushtet, si njeriu i pushtetit absolut në Shqipëri. Doli si njeriu që është i vendosur për të mbrojtur lëkurën e tij, të marrë çdo vendim kundër qytetarëve shqiptar, të marrë çdo vendim kundër Shqipërisë, kundër gjithçka e tjetër, sepse në ligjin e diktaturës, në ligjin e diktatorëve, lidhjet e tyre të krimit janë lidhjet e tyre më të fuqishme për të cilat ata janë të gatshëm
të japin gjithçka dhe të bëjnë gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tyre. Kjo është vlerësimi që ka Partia Demokratike për vendimin që mori Edi Rama për të mbrojtur Lubi Ballukun dhe siç theksova, pas këtij vendimi ndodhi lubizimi i plot i drejtimit i qeverisë, narkoqeverisë si dhe institucioneve tjera. Janë pra, do t'ishte naiviteti pa falshëm të mendohet se po ja nuk është më lubia. E vërteta, për se cilin prej nesh duhet t'jetë e qartë se jo vetëm që është ajo, por ajo është shumë fishuar